Sot kam ardhur për të kallëzuar një skem tjetër 5D, por në rastin konkret, kjo skem është aplikuar në zonën numër 15 të Tiranës, ose që përfshin njësitë administrative Ndroq, Pezë dhe Vaqar, ku drejtuesit aktual të këtyre zonave, Gentian Myrto, Besmir Kola dhe Xhavit Çeka, në bashkëpunim me deputetin e zonës, Toni Gogu, kanë konsumuar të gjithë elementet e veprave penale të cilat kallëzojmë ne sot, nga shpërdorimi i detyrës, korrupsioni pasiv i zyrtarëve të lartë, ushtrimi i ndikimit të palishëm, pastrimi i produktit të veprave penale dhe deri në grupi strukturuar kriminal, vepra të cilat lidhen me abuzime të personave të sipërcituar, po edhe të një personi i cili në fakt nuk ka asnjë post publik dhe quhet Arjan Popli, ndaj të cilit kemi shumë reagime, denoncime nga banor të zonave, për ndikimin e tij për blerjen e votës, për ndikimin e tij për të dhënë oferta ose favore të ndryshme banorëve të këtyre zonave në këmbim të votës dhe favore të cilat lidhen jo vetëm me probleme personale që kanë banorët e zonës, por edhe sidomos me çështjen e pjesës së rindërtimit nga tërmeti. Ka shumë banorë të zonës, të cilët kanë përfituar banesa për shkak të rindërtimit, por edhe sot e kësaj dite këto banesa jo vetëm nuk i dorëzohen, po në mënyra të ndryshme i bëhet presion me qëllim që këta të japin votën ndaj pro Partisë Socialiste. Një problem shumë i rëndësishëm që lidhet me të kallëzuarit prej nesh është edhe tjetërsimi i pronave, ka abuzime maramëndse me pronat në të tre këto njësi, pra edhe në Vaqar, edhe në Ndroq, edhe në Pezë, u shkohet banorëve të ndryshëm, u ofrohet 20% e vlerës pronës, me qëllim që këta bandit t'u japin certifikatat e pronësisë. Nga ana tjetër, kemi evidentuar dhe disa investime të këtyre drejtuesve të këtyre njësive, të cilat nuk kanë burime të ligjshme, dhe për këtë i kemi kërkuar SPAK-ut, jo vetëm hetimin e burimit të ligjshëm të këtyre investimeve, po edhe hetimin pasuror të tyre, duke filluar që nga deputeti Toni Gogu dhe të tre personat zyrtar të sipërcituar. E fundit ka të bëj edhe me një ndërtim të rrugës që të çon në fshatin Monik, rrugë e cila ka kohë që ka filluar dhe nuk është bërë asnjë investim serioz. Kjo rrugë ka probleme shumë të mëdha, pasi në pjesën ku ka shumicën dërmuese të banorëve rruga nuk shkon, ndërsa në tre familje të cilët janë socialist patronazhist, rruga i ka shkuar deri në derën e shtëpisë dhe këtu flasim por rrugë Çakull, pra pasi nuk ka përfunduar, në tejkalim të afateve, është një investim prej 80 milion lekë të rejash dhe për cilën ne në fakt kemi kërkuar nga SPAK-u hetimin e gjithë kësaj afere kriminale dhe korruptive. Për ta mbyllur, meqense SPAK-u ka ngritur dhe task forcën lidhur me blerjen e votës, pra me krimin elektoral, me këtë rast ne i bëjmë thirrje që e gjithë hetimi, e gjithë vëmendja e SPAK-ut të drejtohet në këto zona, pasi ka ankesa shumë të mëdha nga qytetarë të ndryshëm, nga presioni që po i bëhet për t'i marrë kartën në këmbim të votës dhe nga presioni dhe ushtrimi i ndikimit të palishëm që po i bëhet për t'i ofruar favore të ndryshme banorëve në këmbim të votës. Kështu që ky është edhe një rast tjetër i ardhur, do thoja, për SPAK-un që të vërtetoj që e ka seriozisht luftën, sidomos për krimin elektoral.